Rikthehemi miq të dashur në transmetim të drejt për drejt, sigurisht për të folur për atë që po ndodh me shqiptarët në luginën e Preshevës dhe kemi pikën tonë të kontaktit atje dhe ata kanë përfaqësuesin e tyre në Parlamentin e Serbisë. Zoti Shaip Kamberi është në lidhje direkte me ne. Mirëmëngjes, si jeni? Mirëmëngjes për ju. Duket se keni korrur një fitore të madhe politike, zoti Kamberi, tani më që keni atë për cilën vdesin në këtë anë të botës në rajonin e Ballkanit, vëmendje amerikane. Po është një hap shumë i rëndësishëm për ne, asnjë përpjekje të vazhdueshme që të gjitha temat që i përmendet më parë të jenë në fokusin e interesimit edhe të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe ky ligj, nëse kalon gjitha procedurat, po bën realitet gjitha të përpjekjet tona. Pra thjesht një iniciativë e cila ka për qëllim që të bëjë detyrim ligjor dhe ta shndrojë çështjen e luginës së Preshevës nga një shqetësim politik në një detyrim ligjor amerikan për të mbledhur fakte për Serbinë tërësi, por me tekst veçantë për drejtat e pakicave, e këtu duke e veçuar luginën e Preshevës në veçantë. Këtu është rëndësi që mendoj edhe roli jonë, që të grumbullojmë materiale të rëndësishme, materiale faktografike, të cilat të dëshmojnë sakt për të gjitha ankesat të cilat ne i kemi adresuar atje. Ligji duhet ta detyrojë pra detyrimisht State Departamentin, edhe më pastaj ambasadorët shqiptare, Lyra për drejtat e njerëzit në Departamentin e Shtetit dhe Byroja për çështje evropiane dhe duhet të angazhohen në grumbullimin e fakteve. Pra, thjesht është një hap shumë i rëndësishëm, një hap cilin ne duhet ta kultivojmë edhe më tutje, të shkojmë përpara, sepse është shumë e qartë, përpjekjet e tona të dialogimit me qeverinë qendrore në Beograd nuk po japin rezultate, ndërkohë që as procesi i antarësimit të Serbisë në Bashkimin Evropian që është prit që të relaksojë pozitën e pakicave nuk është duke dhënë rezultatet e duhura. Ndërkohë, sa i takon mënyrës se si shteti serb po sillet, a ka qenë pikërisht një përshkallëzim i sjelljes së tyre që ka, le të themi, ka nxitur reagimin amerikan, apo ka qenë një punë e pandërprer e faktorit shqiptar në Preshevë? Është një punë e vazhdueshme jona që jemi munduar ta mbajmë gjallë këtë temë, qoftë me ambasadat akredituara këtu në Beograd, qoftë me këto vizitat e fundit, vitet e fundit që po na mundson qeveria e Republikës Kosovës me finansimin, pra duke vizituar Washingtonin në State Department, në Kongres, në Senat, duke takuar kongresmen dhe senator Ndaras, dhe kemi vizituar edhe institucionet evropiane, qoftë në Bruxelles, qoftë në Strasbourg, në Berlin, në Bundestagun gjerman, pra thjesht kjo përpjekje që kemi pas vitet e fundit, që ishte më intensive në raport me vitet e kaluara, erdhi deri te kjo shkallë që tani të kemi një iniciativë ligjore e cila mund ta çojë seriozisht përpara çështjes.